to the beginning. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj mirëseardhjen ashtu sikur se çdo të njëjtë pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albani Radio. Në fakt ky nuk është vetëm stacioni radiofonik i zemrës time, është stacioni radiofonik i zemrës së mira dëgjuesve kudo në këto vite që prej themelimit të Top Albani Radios në vitin 1998 dhe sigurisht unë e konsideroj radion e notës 10. Kjo është arsyeja pse ne takohemi edhe në ekran në stacionin 10 në digital, sepse në fundit nuk është kaq rastësi. Thjesht Top Albani Radio meriton notën 10. Për të gjithë ata që humbasin transmetimin premier sot në radio, mund të aksesoni gjithashtu edhe në platformën në kanalin e Top Albani Radios në YouTube. E ndërkohë do të flas shkurtimisht për një mikë dhe një të ftuar sot në këtë program. Unë nuk e njihja më përpara, e kam njohur në një vit të vështirë, çna u desh që u takuam në vitin 2020, ndërsa përgatitesha unë për të bërë një program televiziv me fokus edhe me kryefjalë muzikën. Pastaj vetëm disa javë më vonë ndodhi ajo që ndodhi, ajo lufta e tmerrshme kundër virusit të padukshëm, por që na izoloi të gjithë dhe në fakt ka ndryshuar jetën e gjithë secilit prej nesh, pasojat e cilit po ndjehen edhe në këto ditët ku ne jetojmë, ditët tona, ditët sot. Po me sa duket disa gjëra janë të destinuara të ndodhin, edhe pas kaq vitesh kemi pasur mundësi të punojmë në programe televizive me kryefjalë muzikën që un kam drejtuar, e kam referuar në programe të tjera, spektakle të tjera, dhe kam bërë një nder të dyfisht asaj vetë që është një artiste me A, por edhe entiteteve që e kanë ftuar për të kënduar, dhe do kthehemi pas në kohë në një fëmijë të lindur, të rritur në qytetin e Shkodrës, me dëshira dhe ëndra të mëdha për të provuar skena të mëdha, ndërsa ishte ende e vogël, si tek Gjeniu, më vonë në adoleshencë te Voice, edhe pse takohemi sot dhe jo në një moment tjetër. Po takohemi sot se në fakt ka qenë fytyra dhe zëri i Portokallis këto javët e fundit. Mirëmbrëma dhe mirë se vjen në studio Josefina Simoni. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Po mirë, më kaq vite në Tiranë, që shkon e vjen në Tiranë, nuk e ndrove këtë gjuhën, ë? Jo. Dhe ke bërë shumë mirë. Jo, nuk mundem, nuk më pëlqen vetja kur flas ndryshe, kështu që dukesh si njëri tjetër? Po, nuk dukem sikur jam si ma e butë, kurse kur flas në këtë dialekt sikur më ka ma pesh fjalë. Ke më shumë vetbesim, ke më shumë vetvlerësim për veten. Jam më rahat. Josefina është natyrë e ndrojtur. A e di çfarë më bën mua përshtypje? Në fakt nuk je vetmja. Ka këngëtare të cilat në realitetin e tyre të përditshëm janë më të ndrojtura ose të ndrojtur, më introvert. Pastaj kur i shikon në skenë, është një njeri tjetër atje. Çfarë ndodh me transformimin tënd në skenë? Nuk e di, e kam kuptuar edhe vet, sidomos tani që u riktheva edhe një herë më afër skenës, publikut, kamerave. Edhe nuk e kuptoj asun, po më duket sikur është i vetmi vend ku unë mund të rri lirshëm. Pra, e di që jam të bëj gjanë teme, edhe nihem rahat me veten, edhe e di që unë i kja jam, edhe më jep një si forcë, ose nuk e di, ka një sikur hi në rol, po jo në rol të mas kanë vetvetja, po në rolin me cilin mund ta kanë, kështu e vendon. Nuk e di, sikur më ikun gjitha komplekset ose marret ose marret. Sikur një aty jam vendamin, si më thon. Edhe në fakt i bie që ty më shumë të heqim pjesën e gjumit, edhe më shumë të shohim në skenë se sa në këto realitetet e tjera të përditshme. Në fakt ti e përmend edhe vet, po unë me të vërtet e kam thënë privatisht, si më thonë, por të falenderoj sepse me të vërtet e ke pas kamën e marë për mund. Faleminderit. Sepse unë këtu kam kanë për gjithmonë, nuk asë jam shput për muzikës, por më shumë për skenës. Edhe është shumë knatësi kur dikujt i bjen mend për ty, se ti je këtu edhe të fton, edhe beson, edhe të vlerëson. Kështu që kjo është edhe mënyra jame në fakt që kisha dashur edhe mua njoftë dhe mos më shku njerëzve me zor, me marrë ose me mftu, por nëse njerëzit njihen rahat edhe mirë me mua, atëherë ajo është perfekte. Unë e thash pak momente më përpara, ne mund të ishim takuar në këtë studio edhe disa javë apo disa muaj më përpara, por e vërteta është që si më thënë, kjo ngjarja jote e fundit në Portokalli, shikuesit e dinë që Portokallia her pas here fton artistë të ndryshëm të cilët performojnë jo vetëm për teleshikuesin në ekran, po edhe për spektatorët e sallës atje në teatrin e Portokallis, dhe nga spionët e mi brenda Portokallis, dhe kam shumë, me thënë të drejtën, më thonë që ti je gjendur aty shumë mirë. Je gjendur sikur ke 200 vjet që punon me këta njerëz. Nuk e di, mu ma duk, e kam përmend, në fakt ma duk edhe më ka rikthy te pjesa e The Voice-it, sepse ka këngë intensive, kam këngë javë për javë, edhe shumicën e muzikantëve aty kam njoftë, se kanë luajtur edhe te orkestra e Voice-it dikur.
Nuk e di as shpuç gjaja shumë mirë, nuk e di. Po vjen shumë mirë për ty të përpitimin e bukur. Por që jam një tamam mirë, edhe më kanë prit mirë në fakt, sepse ka të bëjnë shumë se si të presin edhe të tjerët. Se un jam shumë e ndikueshme, duhet më pranu këtë gjë. Pra nëse reflekton dikush ftohtësi, je e detyruar të reflektosh ftohtësi. Por nëse gjaja shumë familjare edhe mua më lën aftësinë me kënd sa më lirshëm, edhe sa më vetvetja. Ma vjen shumë mirë që ti je gjendur bukur atje. Josefin, ky është një back to the beginning, ky është një kthim pas në kohë. Edhe nuk është vetëm për moshën e tretë. Të gjithë ne kemi një kohë tonën ku duam të kthehemi dhe her pas here është mirë të kthehemi për të kuptuar që ku jemi, pse jemi, a duhet ishim ndryshe, a meritoni më shumë, a kemi qenë me fat, edhe gjëra të kësaj natyre. Ti ke provuar skenën fëmijë, megjithatë para se të vish ose para se të shkosh në skenë. Cila ka qenë skena jote e parë? Pasqyra në shtëpi? Kush ka qenë? Cila ka qenë? Kanë qenë njerëzit e shtëpisë. Vllai im ka studiu kitar edhe kur kam qenë në moshën vogël ai e kishte ka bajagi kitarën mirë edhe mund më shoshnote mua me këngë fëmijësh, me këngë shkodrane. Edhe po e kuptu Toni Aldon kam filluar unë me kënu edhe kena bërë kështu show në për shtëpi, çojos knotësh, e dishin, edhe unë e disha që një të punë kam shku me kënu edhe për ditëlinjën e me kënosha on, për ditëlinjën e tjerëve kënosha prep on, edhe kam kanë kështu të bëj live qysh fëmijë. Edhe mandej normalisht bëhen edhe këto provat para pasqyrës se show e del marrja kur je vetëm do interpretoj. Dhe kam pas një moment shumë tragjik në shtëpi e vogël, se një dim tonë që kur him dhom para pasqyrës ina malish, se s'na shef kush. Edhe kam kanë një moment të performu, po me sa forcë kam pasur, edhe veç ka hap deri një kushi i larg që kishte ardhur për vizitë. Edhe hajde merra vedin unë mandej mrapa pas vite marra që kishte gjetë mua të bëj kështu si vajzë skene. Vajzë skene. Po. Mandej kanë vazhduar këto kompeticionet edhe festat e shkollës. Baba thjesht i ka thënë mësuesit, mandej një herë vajzën se duket se kënon, po s'kan pas shumë në pritshmëri të madhe. Edhe në momentin që mësuesja muzikës shkollë në klasë parë më kanë ka thonë, po kjo kënon edhe më ka marrë kështu në çdo aktivitet shkollor. Mandej kanë kanë edhe këto bilet e vegjël të Shkodrës këndojnë, çandra kulturore, aty mandej un kam jetu. Te çandra kulturore kam jetu. Unë edhe shumë fëmijë të Shkodrës fakt. Edhe në fakt nuk është rastësi që Shkodra ka nxjerr plot yje në gjenerata të ndryshme që në vitet 60, 70, 80, 2000, kurdo dhe gjithmonë, sepse në fakt e ka shumë të konsoliduar edhe festivalin e fëmijëve, mënyrën se si është organizuar jeta në qendrën kulturore të fëmijëve apo ish shtëpitë e pionierit të dikurshme. Dhe erdhëm në Tiranë. Është sakrificë shumë e madhe e prindërve që vinë nga një qytet tjetër për të shoqëruar një fëmijë të tyre, saqë gati ndonjëherë duken si ëndrat e prindërve edhe jo të fëmijëve. Në rastin tënd si ka qenë? Yeah. Ke qenë ti bab, mam, munduat të shkojnë në Tiranë apo kanë qenë ata të japin vajzës një mundësi për një qytet pak më të madh, që është kryeqyteti? Në fakt, mendimi nuk ka kanë asnjë lloj mendimi të tillë asnjëherë. As ëndrat e prindërve ka kanë thjesht ata kanë pa që un kënaj, edhe kam dëshirë me kënu, edhe ka kanë kaq e thjesht. Kudo që ka pas kompeticione, un kam pas shef me marr pjesë. Jo, idenë që po fitoj ose kështu, po kam dash me dalë në skenë me kënu, me u ekspozu, me atë qiltërsinë edhe sinqeritetin e një fëmije që thjesht du me kënu. Se më pëlqejte edhe më dukte sikur kënaqen kur kënaj. Edhe në këtë mënyrë, domethënë edhe prindët më kanë ndjek edhe më kanë lënë shumë të lirë. Kudo që unë kam dash me shku, më kanë ndjek me shumë sakrifica, si çdo prind që bën për fëmijën e tij. Edhe thjesht nuk më kanë dalë asnjëherë, edhe më kanë ndjek në çdo dëshirë që unë kam pas. Unë dua ta përshkruajm pak këtë rrugëtimin tënd tek Gjeniu, sepse pak para se të futeshim në transmetim në atë takimin ton para prak, Josefina më rrëfeu që këngët e huaja ishin wanted, jo se nuk i donte, por nuk kishte shumë mundësi, pasi prurjet që vinin në familjen e saj me kaseta, me videokaseta, me DVD, ishin këngë tipikisht shqiptare. Dhe ti ke qenë një fëmijë që ke kënduar shqip. Po. Më thënë, vllai jam ka një rocker, shmendun, po nuk më kanë gjitë, sidomos në atë moshë, muzika rock. Edhe ne kishim një DVD, edhe baba gjithmonë më merrte këngë shqiptare, edhe mi fute në disk, edhe unë i lisha. Edhe një ata që kam pas, një ata kam mësu, si më thanë. Po kisha shumë ekspozume me këngë të huja, mandej mrapa morë me një laptop, edhe atëherë unë fillova të eksploru. Më thonë YouTube-in edhe këngë tjera, dhe fillova me ndihma shumë, si më thanë. Por shumë me këngë shqip.
të fillu prej këngëve shodrane. Që i kam dhënë në shtëpi edhe i kam mësuar në shtëpi, i kam dhënë. Keni në bark nënës ato. Po, fiks. Edhe mandej këto këngë të shqiptare që ne kena. E di pse të pyeta, sepse në morinë e këngëve shqiptare që ka kënduar Josefina në Gjeniun e vogël aso kohë, në garën e zërave për fëmijët e vegjël, ishte një këngë që të një këngëtare e cila u viralizua edhe një herë më shumë muajt e fundit si Parashevi Simaku, por ajo në fakt ka qenë në zemrat e dëshirat e çdo këngëtari që ta këndonte, madje jo vetëm të një këngëtari, po çdo kujt që shihte televizor. Edhe unë s'kam kënduar kurr, ama para pasqyrës do këndoj si Parashevi Simaku, edhe unë e kam bërë. Këtë zë të vogël të asaj kohe, sa vjeç ka qenë? 10 e gjys. 10 e gjys. Një Josefina 10 e gjysëm, 11 vjeçare. Unë do të transmetoj tani në radio me Mes nesh është dashuria, një cover i Parashevi Simakut. Back to the beginning. Kthehemi edhe një herë në studio bashkë pasi kemi dëgjuar Josefinën 11 vjeçare. Për Josefinën, po edhe për shumë shoqe dhe shokë të saj, duket sikur jeta ka vijuar në skenë. Ata janë rritur aty, ndonse në disa raste jo shumë pranë vëmendjes së publikut. Kam një pyetje. Përse nuk u bëre më agresive në kuptimin në për kompeticione, në për festivale, krijimtari, të krijosh këngët tua, përse u kufizua dëshira jote për të marrë me muzikë në grupe më të vogla, në kontakte të drejtë për drejta me muzikën live, kryesisht me covera? Çfarë ndodhi? Ose çfarë ndodh në një gjë si kjo që i rri larg? Nuk është kënga e duhur, nuk të pëlqej, nuk krijon lidhjet e duhura. Cili është ngërçi për këngë autor? Po, mund ta them që unë jap shumë prioritet kanonit njëri. Edhe e lidhi shumë, domethënë, dëshirën time për me kanë skenë, me kanë për kompeticione, me dal. Edhe dëshirën për me met, njëri me kam tokë, si më thënë. Edhe kjo ka herë të lënë edhe mrapa. Mandej është edhe me natyre, se nuk jeni ata njësoj. Unë nuk kam pasat natyrën ambicioze shumë që me dal gjithmonë me dal. Më kam mjaftu, ndoshta jam kënaqur me pak. Ndoshta kjo është pjesa që e kam shiju, ashtu siç unë kam ditë me shiju. Mandej kam pasur zhvillimet e mia, të moshës, festivale, të kam marrë këngë, nuk është se s'kam pas këngë, po ndoshta s'm jam përshtat. Nuk kanë edhe në moshë të rejtë, ti nuk e din fikse, cili është stili jot. Mandej është edhe kjo tjetër kur provon me kënu shumë gjana, edhe ajo është një ngërç që ti se din të shti, a jam të ky stil apo të ky stil kur të përshtaten disa, ose je detyruar ndoshta mu përshtat në shumë stile. Ndoshta kjo ka kanë arsye pse unë kam met në këto ujna dhe nuk kam bërë diçka më shumë. Nuk e di, më ndodh shpesh herë që kur e marr një hap, gjithmonë e bëj edhe një mrapa, nuk e di për çfarë, po o me mojt vedin në kontroll, sepse kjo bota edhe të josh nga një herë, edhe mundesh edhe me fillu me fluturu një identitet që nuk i e hiç, domethënë. Edhe unë muzikën nuk e kam nisë për famë ose për me dalë më bë me ndalë në skena dhe me shlit mend, si më thonë. Se me gjithmonë ma thoshin, Josefin, s'to mirë, nuk jemi në madhe ti. Po ka kanë vetëm për dëshirën me kënu. Edhe është i ka që sinqert sa po e them tani. Është edhe sot njësoj? Është njësoj. Tani, sot ndryshojnë disa gjane, sepse unë rritem edhe kjo gjë është edhe punë për mu. Edhe shpesh herë duhet me i menu gjanat ma ndryshe. Unë nuk jam të mama dhe të baba, jetoj vetë edhe mbaj vetën edhe me këtë punën. Edhe prandaj dalje duhet me kanë më të shpeshta sepse edhe njerëzit kujtohen për ty dhe promosh. Edhe pse mos më dal në fundit, un kam fjet për shumë vite, edhe po e kam shijuar atë pjesën e qetësisë. Sepse për një fazë shkurtër un kam kanë po thona në Voice edhe këto dy festivale që kam marrë pjesë, ka kanë muzika ndryshe, kanë njerëzit ndryshe, rrjetet sociale nuk kanë kaq fuqishme sa sot. Sa janë sot. Fuqishme për mirë dhe për keq ka janë anë, sepse duhet me ditë si del qasu. Shpesh herë për keq. Është shumë delikate si gjë. Unë se kam has këtë pjesën edhe pjesa e gjumit tem ka kanë fiks kur ka ndrru kjo gjëja që edhe të është mendoj që jam i fje ma pjekun edhe ma fort për me i përballu daljet në skenë edhe. Sa kohë më vonë Gjeniut erdhi Voice-i? Nësoj 3 vite. 3 vite, sepse kam kanë mjaft e vogël edhe të Voice-i. Kam kanë 14. Prap fëmijë. Prap fëmijë. Me dëshirë për të rritur. E di çfarë s'kam kuptuar unë tek garat e fëmijëve, e kam thënë publikisht dhe vazhdoj ta them.
ndonjëherë më dukeshin fëmijët shumë të torturuar kur atyre u duhet të këndonin këngë të mëdha. Kam vujtur. Gati më vinte si keq për ta. Më duket sikur ndonjëherë produksionet e kësaj natyre i rrisin me zor dhe nuk i lënë të jenë fëmijë. Pastaj sistemi referencave që ne kemi. Tani ne kemi dëgjuar një këngë të Celine Dion dhe sado bukur ta këndon një fëmijë 11 vjeç ose 10, është prapë një fëmijë 11 vjeç 10. Vërtet. Unë kam vujt këtë në fakt edhe për faktin që regjistri jem nuk është i notave shumë të larta. Edhe, por, si thash edhe ma përpara ti nuk e din kur. Nuk din ku me thonë jo, ku me thonë po, që me marrë për sipër. Edhe kur kam kanë në atë mosh, kam marrë për sipër gjithçka. Dhe gjona që në fund është isha, a thu e kapi, a thu se kuma. Kam shumë të maja, si me thonë për mu. Por, sot kur e menoj edhe bëj një analizë kompeticionit, si funksionojnë, kem shumë dakord, sepse është këtë presioni që ti do marrësh një këngë jo detyrimisht që ndoshta të pëlqen shumë, po që një këngë duhet të tregosh vetëm vlerat tuaja vokale. Edhe sot po të kisha marr pjesë në Voice, besoj se kisha shkuar deri në finale, sepse kam shije të tjera, du me kënu vetëm që më pëlqen mua, si më thonë, din që me shiju edhe vet. Edhe nuk e dia do ta kisha kap finalen. Por në atë kohë ka dash fati me shku, ata ka marr përsipër, ndoshta edhe si fëmijë që merr përsipër shumë gjëra që nuk din ku më thonë jo. E mban mend ti për shembull si e njohur me thirrjen për audicione të Voice-it. Kjo është një histori shumë e bukur. Ato kanë ardhur për audicione në Shkodër, edhe janë bërë te Teatri Migjeni. Në atë kohë kena kanë dy vajza me të njëjtin emër që konkurroshim, që kena bërë audicionet e para. Pra ka një Josefina Simoni tjetër në Shkodër. Jo mi emër, vetëm emër. Josefina. Edhe po, ndoshta edhe prej moshës nuk e kam marrë shumë seriozisht, nuk e di. Po jam bë audicionet edhe unë kam lënë numrin tim. Po dash më duket me lënë edhe numrin e babës, shqyr që kam lënë numrin e babës. Edhe çarkulloshin fjalë se në Shkodër merret dhe gjithçka që ka kalu Josefina. Edhe unë nuk e di, nuk e kisha pa telefonin, edhe me idenë që nuk kam kalu, unë ka kalu ajo Josefina tjetër. Një ditë unë laptop të lujt, vjen baba në shtëpi, fillon të mbërtit. Moj ti, ke telefon? Edhe unë u friksova pak se thosh çka kam bërë, çka kanë. Stafi dhe Voice-it më kishin marrë mua për para. Një javë. Rresh në telefon, unë si isha përgjigj. E di pse. S'di, alo nuk e kam kuptuar pse. Po kishin gjetë numrin e babës, kishin marrë babën. Ne kemi shumë kohë që marrim Josefina në telefon se s'na përgjigjet. A baba so. S'më myti mua. Edhe ashtu unë isha vonë domethënë për prova sepse ishin caktuar shumë këngë. U do të me zgjalli këngë. Që një ashtu me vrull kam shku edhe ma bërë shumë qefi në fakt se ndoshta edhe mund të kishte ikë si mundësi për pakujdesisë teme. Por që mosha ban vetë. Që kjo ka qenë gjaja parë me Voice-in. Mandej kanë filluar audicionet edhe thjesht ka e gjaja. Cili është raporti që krijohet në një garë si ajo me coachin, me mentorin, me njeriu me të cilin duhet të luftosh edhe për zgjedhje. Pra, nga njëra anë është ky zotria ose kjo zonja më e madhe në moshë, me më shumë përvoja, që është aty për të orientuar, që duhet të thuash zakonisht po nga ana tjetër është një vajzë 14 vjeçare që ndonjëherë ka dëshirë të thotë jo, ndonjëherë nuk i pëlqen ajo që i ofrohet. Si krijohet ky raporti pa e prish? Jo, unë kam kanë shumë e urtë dhe shumë e bindur për shigjanave që më kanë ofruar, me idenë që ai njeriu që më kam përballë ka më shumë eksperiencë dhe din më shumë se unë. Në skuadrën e kujt ke qenë ti, Josefina? Alma Bektashi. Unë jam një shumë mirë në fakt te skuadra Almes, edhe Almen e kam dashur shumë fort. Unë praktikisht mund kisha kanë vajza Almes, sepse Alma kishte vajzën një moshë me mua. Edhe NIMS ka pas Land Academy. Land Academy ka pas një mënyrë pune që na futen në studio edhe u merrte fjalë për fjalë. Sa unë kur dalsha prej studios nuk kisha më za, po e disha që ka me mdal dikun kjo puna e madhe që bësha. Por jam gjetë shumë mirë, ka pas raste edhe që kam zgjallë vetë këngën me dorën deme, edhe nga që kam një natyrë që mërzitem shpejt, e qosha këngën dirën gjys, edhe se nisha ma, ka vite mrapa, ma një aty brigji ishte super nelt, me i që ma dhe musha me e kënu, që me bote, shëtin, kam pas dhe këshu aksidentesh, po ka kanë marrëdhënie shumë e mirë, edhe Alma marrë shumë e ne, bile unë e kam dashur shumë Almen, shumë fort.
por edhe në vite, sepse unë dashurinë e kam fizike, vjen me të rok, me të pus, nuk e kam vetëm me fjalë, si më thonë, du me ta shpreh. Edhe maj me në veten në atë kohë që nuk ju afrosha almes, as nuk e rroksha ose se pusha, sepse nuk dusha që tjerët me mendu se unë po e rroko e pusi, se kompeticionet, të i mendu gjona shumë thellë, deri në momentin që kam dalë në finale, kur kam dalë në finale edhe provat e para për finalen, maj mend kena kanë studio me Almën, i kam thënë, Alma bën me të përqafuj, se e kam majtë për shumë kohë, edhe du me të përqafu, veç se e dosha fort, e dosha fort, se më dukte pak edhe si mamë, se u kujdeste, si më thonë për mu, sepse isha vogël. Josefine, patjetër që e mban mend këngën e Voice-it, se gjatë rrugëtimit të në Voice janë përpjekur edhe të tjerët, pra mentorët, ndihmësit e tyre për t'ju ofruar këngët që mund t'i përshtateshin vokalisht secilit për jush e kështu me radhë. Por këngën e Blind Audition, cila ka qenë? Ka një këngë e Alicia Keys, If I Ain't Got You, që unë e kam zbulu krejt rastësisht, se thash unë kam një vetëm këngë shqip, kur hapa Facebook-un në atë kohë, ishte që kishin postu njerëzit, edhe një person që se di askush kishte postu këtë këngën, e thjesht e kam kliku, e kam një këngë e bukur, edhe thjesht kur kam shku te audicionet e Voice-it, më mbarte mendja që u dote një këngë e huaj. Edhe i po ta sugjeru këtë, po doli shumë mirë sepse mu përshtat shumë mirë, ishte shumë shans. Intuita. Po. Po dol, bora kam një kopë gjë, kam sugjeru, si më thon, a mund ta këmaj këtë dhe kjo ka një rast që unë kam zgjidhur vetë këngën. Mandej ka pas edhe ndërhyrje normalisht prej trajnerëve, sugjerime. Imagjino dikush që dëgjon këtë intervistë dhe që në ato kohra mund ta ketë postuar këtë këngën. Jam shumë kurioze, po se maj mend. Se maj mend hiç. Që do jetë duke thënë për shembull tani ndoshta kam qenë unë njeriu që pa dashje mund të kem hapur lugën Josefinës. Mirë, ta dëgjojmë Alicia Keys, fillimin e rrugëtimit të suksesshëm të Josefinës Simonit në The Voice of Albania në edicionin e dytë. Të dytë. Bukur, shumë bukur. Unë jam të i rakti mikrofonit e në ishi me durë se s'di me full. Jo me shumë bukur, janë së nivën në kufja. Isha vas bat gjurë. Ja, Ka qurela. Që nga të vjoj? Po, Dëgjojmë Alicia Keys për të gjithë juve që jeni sintonizuar në Top Albania Radio. Ju kujtoj ky është programi i përjavshëm Back to the Beginning, i cili transmetohet te Inteve pak pas orës 22 deri në orën 23. Përfitoj nga rasti për të përshëndetur edhe partnerin e këtij programi, Jack Daniels, që na mundëson çdo herë këtë takim me dëgjuesit dhe tashmë edhe teleshikuesit në kanalin 10 në digital. Me mua është Josefina Simoni, një këngëtare. Mendova që isha më fjalë pak. Uno? Po nuk ja ish fjalë pak, sa dukesh. Unë them shumë fjalë, po përsëris. Duke sikur flas shumë, po bëme, po hol themi fjalë. Josefin, ti ke formë muzikor, ke edukim muzikor, ke shkollë muzike? Po. Po. Unë klasë 6 kam hi për kitarë në shkollë muzikës dhe kam studiu për 7 vite kitarë klasike. Mandej shkollën e lartë e kam vazhdu për pedagogji muzikore. Sepse nuk e shija veten të dhanë si me kitarë. Kam kanë shumë mirë në kitarë klasike, por nuk e shija veten. E ushtron sot, e di pse po të pyes, sepse një vëlla kitarist, do me thënë, nuk e di nëse ata kisha bërë para 25 viteve, po me këtë mend të sotme, unë që e di çfarë është promoja, e di çfarë është, e di unë tani të gjitha këto, unë për shembull do kisha bërë namin ose kërdin, po të isha këngëtare me një vëlla kitarist që ndonjëherë mund të bija kitarës edhe vet. Nuk e keni shfrytzuar asnjëherë këtë si një mundësi për ta komercializuar talentin tuaj të përbashkët me vllajën. Nuk e di pse vjen kjo puna, po kur gjana merr shumë kollaj, sepse kjo është e lindun. Kur nuk i punon shumë, pra të është dhënë dhurat talenti, si duket ti nuk i jep shumë vetes. Edhe jena mjaftuar me gjana, kena bë një doje, 2, me Aldon, po jena të dyja pak a shumë e njëjta natyrë. Jena pak të Grijeni? Grijeni, sa dush, sidomos fëmijë herë. Fëmijë nuk di. Do të thonë jena gri shumë, më bashkë muzikë, më prapë po grishim, kena kështu një balans. E dëgjoni një tjetrin sot? E dëgjoni një tjetrin sot? Se tash më ndryshe. Unë kam pas një marrëdhënie se unë më vogla, vllai jam ka kanë
adoleshente dhe motra edhe nuk janë marrë fort me mua, më kanë pasur si Barbile. Mu, shqyqyr që më kanë qute qendra kulturore me mik shtëpie, mos më ndaj të më rujt mu këta dy. Po edhe me Altun kina pas si marrëdhënie, kështu që më shifte si më të vogël edhe as nuk jena rok as pus, kina pas këtë marrëdhënie motra e vëllat që duhen shumë edhe jena dash domethënë, po jam e shpreh. Nuk keni qenë shok si për më tepër një vëlla dhe një motër, se po të kishte qenë djalë do kishit lozur që në fillim. Ndoshta, edhe vetëm kur ka i Kalja për Shqipëni, atëherë kena filluar të urrok të përçafu. U thoshëm pas ka marrë molli për sensi mungesave, sensi mungesave. Kur e ke larg mendja është ndryshe, edhe marrëdhënia më ndryshe, më pjekun edhe jena rrit normal. Kështu që çfarë do të bësh ti sot, Jozefin? Do të thënë, mbaj mend që përpara një ore gjysmë, ndërsa pinim atë kafen ton aty poshtë tek këto baret e stadiumit, më the që ndonjëherë jetoj sot për nesër. Edhe kur ne flasim, ne i bjem shkurt, kur themi jetoj sot për nesër, kemi parasysh faktorin ekonomik. Në fakt, të jetuarit sot për nesër, thellë është një lloj filozofie që për shkak të asaj që nuk e parashikojmë dot çfarë ndodh me të nesërmen ton, i bjem shkurt me të tashmen ton, pa planifikuar, duke qenë spontan. Prandaj do unë po të pyes, sot, Jozefina, çfarë dëshiron të bësh? Kjo ka ndoja më e vështirë me zgjill me veten, sepse unë nuk funksionoj kur me plan. Do ka një shumë i lishëm varësi të emocioneve që marr, njësive që marr, edhe vendimet. Pra, e kam pa gjithmonë veten, e kam lënë shumë të lirë veten, si njëri edhe si artiste për me pa se ku gjahe mirë, sepse mendoj që nuk kam se shkoj edhe bëj gjëra që bëjnë mua një keq. Kjo as për muzikën. Edhe pse e du shumë, si më thonë, nuk kam se hinë vende në ambiente njerëz që nuk njihem mirë. Kjo është. Por që me moshën është vine të vinë mend. Mendjes. Po, i thret mendjes sepse duhet me marr disa vendime dhe vendimet e vetme që unë mund të marr janë këto që mos të flaj më dhe sepse kam shumë gjëra për me dhënë. Pra, në këtë moment do të jesh e zgjuar, do t'i mbash syt sa më gjatë hapur. Jam në një moment të mirë, prap nuk jem të rënësh vetes, është diçka që është brenda meje që është zgju, edhe është në ujna të mirë. Unë shpresoj që zgjasin sa më shumë edhe të jem sa më shumë me këtë gjën e mirë që kam brenda vetes, sepse njëri ka herë është si i bllokuar, edhe unë kam ndjenjë këtë gjën për shumë vitesh. Në këtë moment më duket sikur jam unë vet, jam e bindur 100% që jam më e hapur për gjëra të reja edhe gjëra të bukura. Kështu që shpresoj. Mos i bjen në fjalë vetëm ja pra. Sot jemi në fazën ku muzikën e shpesh e përdorim për argëtim, për entertainment. Se ndonjëherë mund të thotë dikush, po pse për çfarë mund të përdoret tjetër? Po pra, mund të përdoret edhe në raste hallesh, mund të përdoret gjithashtu se të mban të karikuar, ka energji tjetër, ka adrenalin tjetër. Mirë, po në këtë kuadrin e argëtimit, a ndodh shpesh që pavarësisht se muzikën e do, siç them, të jesh e detyruar të bësh gjëra që si ke qef, vetëm sepse përballë teje janë disa njerëz që e kanë fytyrën kështu. Sikur s'po ju pëlqen ajo që po ndodh. Është e vërtetë. Në ndodh gjithve, secilit prej këngëtarëve sepse ka kontakt direkt me publikun, edhe më ka ndodhur dhe mua. Unë gjithmonë kam qenë fanatike me këtë idenë që duhet më kënaq edhe unë vetë, sepse unë jam e para që e bëj. Se nuk e përcjell dot pastaj. Pikërisht. Unë, muzikantët me cilën punojnë me mua, duhet më kënaq edhe ne me atë që bëjmë, që të mrrijmë edhe tek njerëzit. Po ka nganjëherë kena njerëz që janë ndryshe prej nesh. Edhe normal detyrohesh më përshtat, edhe në momentin që përshtatesh, edhe shef që i vjen ajo buzëqeshja, nuk e vënë edhe aq shumë në fakt, sepse fundit i dhe me kënaq veten, po edhe tjerët. Kështu që dikur e kam vujt pak më shumë, po tash kur e shoh që janë tu kënaq edhe ato, them okay, jam rregull, edhe unë e shijoj kur e shijojnë edhe tjerët. Nuk i bindesh vetit aq shumë, nuk dal jashtë dëshirave të mia dhe mundësive të tua rrymave. Nuk e bëja hap kështu që me hek veten krejt dëshirat e mia, por e gjaj një të mesme. A ka një këngë, kalbe teje, ose një grup këngësh që e diti shumë mirë që po t'i mbyllësh syt e po të filloj intro e secilës prej tyre, kjo situata ndryshon komplet. Ndodh gjithmonë me këngët shqip, diskutohet se ne në Shqipëni jena. Po duken se jam
në Tiranë, po jam shkodrane, gjithmonë kam këtë kartën time që unë tani do të këndoj këngë shkodrane, do prezantoj këngët e mia, vendit tim. Edhe sikur njerëzve i pëlqen edhe mënyra se si e them, edhe ky dialekti jon njët të njerëzit, edhe këngët tona që i njohin gjithë, kështu që unë gjithmonë momente ndoshta delikate e gjen shpëtimin të këngës shkodrane. Te vendi jam. Unë njoh Shkodran shumë, njoh familje shkodrane, kam miq shkodran, kem lidhur një krushi shkodrane. Edhe juve duket sikur jeni shumë të apasionuar pas gjërave tuaja, pra nëse të pyet ty çfarë është një këngë që e keti më për zemër nga Shkodra, unë kam përshtypjen që asnjëri nga ju nuk di të numëroj një këngë. E vërtet. Është e vërtet. Atëherë pse në këtë listën e këngëve shkodrane sot neve kemi mundësi, jo vetëm për shkak të orarit kufizuar dhe të kohës kufizuar, Kaçurrelat. Pse Kaçurrelat është një këngë e veçantë? Nuk kam ndonjë lidhje speciale ose ndonjë histori. Thjesht është një këngë shumë e bukur. Për shihet e mia është një ndër këngët më të bukura shkodrane. Edhe prandaj edhe ndoshta edhe kur e kam kënduar jam ndjenjë shumë mirë, sepse edhe më përshtatet. Edhe është një ndër këngët e mia preferuar, ka prap, unë mund të them prap këngë, por që ishte Kaçurrelat më duket se është më është këngët tuaja dhe jo vetëm tuaja, janë bërë cover, pra janë kënduar nga miliona, qindra mijëra këngëtar shqiptar. Ke një version të preferuar, domethënë përveç vetes kur e këndon, kush të pëlqen ty kur e këndon këtë këngë? Jo, nuk kam një. Si shpesh kënga? Nuk kam një person në mendje, po thjesht kur këndohet kënga mirë, atëherë ka simpatin teme, çdo kush e këndon mirë. Shumë bukur. Atëherë më lejoni ta këndoj unë se unë e çaj me lot. Gjejm variantin e këtë duam ne të Kaçurrelave sepse e rëndësishme është kënga edhe e kënduar mirë patjetër pastaj. E dëgjojmë dhe kthehemi bashkë në ndërhyrjen e fundit për këtë program me Josefinën. Back to the beginning. Jemi në ndërhyrjen e fundit për këtë program në Back to the beginning me Josefina Simonin me një e di si jeti Josefina, je si melodi. Transmeton shumë pozitivitet edhe do njeriu të shohë. E di çfarë mendoj unë ndonjëherë përpjekja për të jo manipuluar në kuptimin e keq, po për të shtuar ngjarje, performanca, emocione, ndonjëherë artistët janë të detyruar në investimin e gjërave të mëdha, në infrastrukturë, në veshje, në xixa, në drita, në fakt historia ka treguar që ti me një kitar mund të bësh namin nëse arrin të transmetosh emocion, nëse je vetvete, nëse je vërtet. Sepse e vërteta kjo është, ne sado që ankohemi dhe themi se ky publik kështu e do, sepse njerëzit kështu e duan, në fundit ata mund të jenë të gjymtuar ose jo në shihet e tyre, ama jo për të vërtetën. Të vërtetën din ta identifikojnë shumë lehtë. E vërtetë është, edhe është gjëna me justifikuar gjithçka që ne i bëjmë, jo sepse duhet më përshtat. Jo, mundesh me kanë vetja dhe kemi gjetë njerëzit tuaj. Mandej njerëzit që doin më pëlqy për tanëve, atëherë bëjnë këto kompromise domethënë. Unë për hir të programit, që është një pyetje që e bëj zakonisht me çdo të ftuar, do ta bëj këtë pyetje ndonse përgjigjja jote në fakt ka ardhur pak momente më përpara kur the un kam fjet. Për një kohë un kam fjet. Pra nëse unë të pyes ty Josefina, çfarë është koha për ty? Koha si dimension, koha si koncept, është diçka që punë e madhe se kaloj, se un sot kam më shumë përvoja, më shumë eksperjenca, apo sa keq që nuk kapa autobusin e duhur në stacionin e duhur? Unë nuk e kam hiç këtë peshme. Zero. Ndoshta vjen edhe se jam alare, nuk e di pse, por edhe në momentin që s'kam kënd të bëj muzikë, ashtu siç kam menduar se unë fëmijë kam pas një vizion për veten. E kam shiju veten si person, si njeri, jeta e përditshme, familja, shoqënia, pra kudo që të më hallësh, kam me shiju një që kam rrotull me. Vetmja kohë që unë dënohem është koha me njerëz që janë të mirë. Me njerëz jo pozitiv, me njerëz që të nxjerrin më të keqen tane. Vetëm ajo periudhë për mua, i kena gjithë njerëzit. Patjetër. Vetëm atë dënohem për çdo kohë të humbur me njerëz jo të duhur. Përndryshe sken ose jo sken, unë jam shumë e lumtur me rrugtimin. Kam hapa shumë të vegjël, po ishte joj në 100% tim. Ndonjëherë këngëtarët që
në këtë vendin tonë të vogël nuk janë dot këngëtarët e albumeve, të koncerteve, të turneve, po janë ato këngëtarët e skenës së argëtimit që tham pak momente më përpara. Shpesh mërziten kur nuk bëjnë dot gjatë gjithë kohës atë që duan ata ose atë që kanë menduar ata. Megjithatë ndodh që edhe këta njerëz të frymëzohen, edhe pse kjo bëhet pjesë e përditshme e tyre. Pra, nuk frymëzohen për të shkruar, po ku e gjen frymëzimin ti? Se shpesh kështu ankohen, po nuk kemi të frymëzuar sepse ne duhet të jetojmë me këtë punë. Shiko, edhe Beyoncé që bën turne me 200 koncerte, me atë punë jeton, thjesht ka të organizuar ndryshe, po nuk është se bën analiza kredie në bank. Ka vetëm një problem te ne, mendoj, te ne, të shumë s'kam se di që në tonë botën, po kur kjo gjaja të bëhet edhe punë që ti mban veten, edhe kur të duhet mi bëhet gjitha gjanat vetë. Sepse nëse ti si artist ke me dalë në skenë vetëm me kënu, edhe me veshjen tane, me lukun tanë, me regjimin tanë, me arre dikush tjetër, besoj që çdo artist shqipni që ka shumë edhe ka shumë të mirë, ndoshta mund të kishte shnërrit ndryshe, kur ti detyrohesh mi bëhet gjitha gjanat vetë, ka herë të hup ajo. Se je stresuar për me bë diçka, po do mbash kontakt, do mbash lidhje, do bësh buk veten tënde. E mbush mendjen, hapësinën me shumë gjëra për herë, edhe mandej kur vjen produkti finalja që gjëja më e rëndësishme jotja, po thona për mua, me kënu, mandej ti je ngarkuar me shumë edhe nuk jep atë maksimumin, më të mirën tënde. Po më frymëzimi është i çuditshëm sepse mund vinë gjithkohë. Nuk është se mund vinë edhe në një fazë me shumë probleme. Mund vinë edhe krejt për hiqit, nuk është e thanë, mu më kanol, unë nuk shkruj. Okej, mu më kanol një 2-3 herë me taku, edhe me i bën një 2-3 tekste që kanë ecë, edhe kanol krejt normal në shtëpi, tu pi kafe, thjesht më ka ardhur diçka në mend, e kam shkru më pak se 2-3 minuta. A është gjë bukur ajo, nuk e di, por më ka ardhur një atë moment edhe paqen edhe vesh të ketë një ndikim nga diku. As para detit, as në për male, as në për të meditu, as kur gjë, domethënë gjë. Unë mendoj që është e papërcaktuar. Tash pa komente më përpara që Shkodra ka nxjerr shumë talentet në fillim dhe pastaj të shndruar në personalitete me karrierë dhe kështu me radhë. Një nga kombinimet më të lezetshme, se e nisëm me Portokallinë në fillim, një nga kombinimet më të lezetshme ka qenë ai midis teje edhe Alis Kallaçit në Portokalli, me një duet që e kam nxitur vetë, që e kam qenë vetë atë këngën. Është e vërtetë fakt, sepse Dirty Dancing e vërtetë me si e ka Jennifer Warner edhe me Patrick Swayze. Dirty Dancing është kolona zanore e një filmi që na ma gjepsi të gjithë ne në kohrat kur Patrick Swayze ishte ai që ishte. Edhe ndonjëherë sa mirë që i kemi kujtimet, sepse nëse kemi kujtime, ne kemi mundësi për të komunikuar dhe për të rrëfyer. Ndryshe do ishim disa qenie konsumiste që do flisnin vetëm për receta gatimi. Të falenderoj shumë që ishe në këtë studio me ne. Faleminderit shumë, edhe do ta cek edhe këtë që dueti me Alisin ka kanë do të metet një ndër kujtimet më të bukura që kam skenë, sepse vlerësoja djalin për njeriu edhe për artistin që është, edhe që do të bëhet edhe më i madh. Një shok i imi më pati thënë para ca kohësh që mënyra e vetme për të jetuar të njëjtën eksperiencë është ta bësh prap. Pra, jo të shohësh video, jo të shohësh foto, kështu që unë premtoj që ti dhe Alisi do e këndoni përsëri atë këngë edhe shumë të tjera bashkë. Faleminderit shumë. Të shumë kënaqësi. Miq të Top Albania Radios që na dëgjuat në radio edhe na ndoqët në kanalin 10 të digital, unë ju falenderoj shumë për vëmendjen që na keni kushtuar sonte, po edhe çdo javë tjetër. Është shumë kënaqësi për mua që të identifikoj dhe të intervistoj ata të cilët e duan vëmendjen e këtyre dritave, por nuk e kërkojnë atë. Kjo është shumë e rëndësishme. Natë mirë dhe mirë dëgjofshim sot një javë. Back to the beginning.